Horoskopi 16 deri 22 shkurt 2026. Kjo javë është një tërmet emocional që do të na tundë mirë, por për të na vendosur në rrugën e duhur. Ja përmbledhja shkurt e pastër, 16 shkurt, dita e surprizave, prit plane që prishen dhe vendime impulsive. Mos u nxe me njerëzit, është thjesht nevoja për liri që po vlon. 17 shkurt, porta e fatit, eklipsi në ujor sjell fillime të reja që nuk i ndalojmë dot. Diçka mbyllet përgjithmonë për t'i bërë vend të ardhmes. 18 shkurt, zbutja, hymë në sezonin e peshqve. Atmosfera bëhet më e butë, do jemi më të ndjeshëm dhe kemi nevojë për qetësi, jo zhurmë. 20 shkurt, përballja me realitetin, fundi i iluzioneve. Do kuptosh çfarë është e vërtetë dhe çfarë ishte thjesht ëndër. Koha për t'u bërë realist, me pak fjalë, java nis me tronditje, vazhdon me ndryshime fati dhe mbyllet me reflektim të thellë. Mbahu fort. Dashi, mos e lodh kokën, dëgjo zemrën. Këtë javë, truri yt mund të jetë pak në mjegull, por intuita është full me bateri. Është koha të kuptosh që jo çdo gjë zgjidhet me logjikë dhe nxitim, dëgjoj instinktin. Do kesh momente, ku gjërat do të bëhen të qarta pa pritur. Nëse diçka të thotë ndalo ose vazhdo, besoje, shkruaj ëndrat. Mund të shohësh ëndra të çuditshme ose të kesh ide që të vinë sapo zgjohesh. Mbaj një shënim se janë mesazhe për ty, ndryshimi i lëkurës po mbyll një kapitull të vjetër të vetes. Disa njerëz ose situata po largohen vetë dhe s'ke pse i mban me forcë, beso te procesi, edhe nëse nuk e sheh rrugën e qartë, fati po të mban dorën. Mos u mundo të kontrollosh çdo gjë, lëre jetën të surprizoj. Mesazhi për ty, mos u mundo të bësh gjithçka vetë. Imagjino më shumë, stresohu më pak. Diçka më e madhe se planet e tua po përgatitet. Demi, ndryshimi nuk po të vjen për të shkatëruar, ti e dashuron stabilitetin, por këtë javë universi po të thotë, lëre pak kontrollin se kam diçka më të mirë, mos u kap pas së vjetrës, nëse një plan ndryshon pa pritur, mos u streso. Është thjesht rruga që po rregullohet për të çuar diku më mirë, ide, flash, do kesh shkëndija kreativiteti. Edhe nëse nuk duken logjike tani, mbaj shënim sepse janë themelet e kapitullit të ri profesional ose personal, beso te e padukshmja, diçka e madhe po zihet nën sipërfaqe. Nuk ke nevojë t'i shohësh të gjitha rezultatet sot, mesazhi, ndryshimi nuk është rrezik, është rritje. Besoj rrugës edhe kur është me kthesa. Binjakët, përgjigjet nuk janë të fjalët, por të heshtja. Ti je mjeshtër i komunikimit, por këtë javë zgjidhjet nuk do t'i gjesh të bisedat e gjata, por të ndjesit që të vinë kur rri vetëm, bëhu shoferi i jetës sate. Mos rri më duke parë çfarë bëjnë të tjerët. Merre vetë timonin e ideve të tua, sidomos ato që kanë lidhje me karrierën ose vizionin tënd për botën. Ëndra të vjetra, dyrë të reja, mund të rikthehet një dëshirë që e ke pasur dikur. Këtë herë dera është e hapur, mjafton të kesh guximin të hysh, mos nxito. Ideja është si një far, lëre të rrijë pak në tokë para se ta nxjerrësh në dritë. Nuk ka nevojë të bërtasësh për planet e tua që sot, mesazhi, dëgjoj çfarë të thotë qetësia. Aty fshihet harta jote e re. Gaforja, ndjeshmëria është superfuqia jote, nalo pak dhe kupto diçka, nuk je i dobët sepse ndjen shumë. Këtë javë, pikërisht zemra jote e madhe do të tregoj rrugën, ndrysho mendim, do kuptosh që për të qenë i fortë, s'ke nevojë të bëhesh i ftohtë, mëso diçka të re, mendja jote po kërkon horizont të ri. Mund të vijë një ofertë për trajnim ose një udhëtim që të ndryshon trurin, ti je lider, ndikimi yt te njerëzit në familje apo punë është shumë më i madh nga ç'mendon. Tregoju kush je pa frikë, mesazhi, mos e fshi zemrën. Kur je i sinqert, je i pamposhtur. Luani, uli muret dhe lëre dritën të hyjë, ti je mësuar të shkëlqesh dhe të dukesh gjithmonë i fortë, por këtë javë vjet të thonë, është në rregull të tregosh që edhe ti ke nevojë për dashuri, fol hapur, mos i mbaj ndjenjat brenda.
Tregoja partnerit apo miqve atë që ndjen vërtet, pa u munduar të dukesh perfekt, lidhje më të thella, marrëdhëniet tuaja do të bëhen më të sinqerta. Do kuptosh që njerëzit të duan më shumë kur je njerëzor, se sa kur je mbret dashuro veten, kushtoi kohë qetësisë sate. Shkëlqimi i vërtet vjen kur je në paqe me veten, mesazhi, hapja e zemrës nuk të rrezikon, të shëron. Dashuria që kërkon është të sinqeriteti. Virgjëresha, dëgjo trupin, ai nuk gënjen kur, ti je mjeshtre e organizimit me mendje, por këtë javë komandën e ka marrë trupi yt. Ai po të tregon që disa gjëra duhet të ndryshojnë urgjent, sinjalet e trupit. Nëse ndihesh i lodhur apo pa energji, mos e shty veten me forcë. Ndrysho rutinën, ushqimin ose mënyrën si fle, lëre kontrollin. Fuqia jote e vërtet këtë javë vjen kur pranon të vërtetën ashtu siç është, pa u munduar ta rregullosh çdo detaj me stres, riorganizim total. Zakonet e vjetra që nuk të shërbejnë më do bien vetë. Lëri të ikin për t'i bërë vend një versioni më të shëndetshëm të vetes, mesazhi. Trupi yt e di rrugën para se ta kuptoj mendja. Besoj asaj që ndjen fizikisht. Peshorja, shkëlqe pa kërkuar leje, mjaft po mundet të bësh të tjerët të ndihen mirë duke u fshehur vetë. Këtë javë, drita jote kërkon të dalë jashtë dhe nuk ka asgjë që e ndal, bëhu artist i jetës sate, do kesh dëshirë të merresh me bukuri, art ose thjesht të shijosh jetën më shumë. Mos e ndrydh këtë ndjesi lozonjare, njerëz të rinj, vibe i ri, do tërheqësh njerëz që të vlerësojnë për atë që je vërtet, jo për atë që shtiret. Bashkëpunimet e reja po vinë, autenticiteti është magnet, sa më shumë të jesh vetvetja, aq më shumë gjëra të mira do të ndodhin, mesazhi, mos u fshim më. Bota ka nevojë për dritën tënde, ashtu siç është. Akrepi, rënjet e vjetra, fuqi e re, ti i dashuron thellësitë dhe kjo javë të fton të bësh një zhytje të rënjet e tua. Është koha të pastrosh modelet e vjetra që të mbajnë peng, pastro të kaluarën, do kuptosh pse reagon në disa mënyre. Mos u mërzit me veten, thjesht shiji gjërat qartë dhe lëri të ikin, kreativiteti po zien, ide të reja po të vinë në kohë. Pyet veten, ku dua ta çoj jetën time vërtet dhe jo ku duan të tjerët, transformimi është qelësi. Dhimbjet e vjetra këtë javë kthehen në urtësi dhe forcë, mesazhi, ti nuk je e kaluara jote. Përdore atë që ke kaluar si shkallë për t'u ngjitur lart. Shigjetari, ti je autori i historisë sate, mendja jote po shpërthen nga idetë. Kufit që të pengonin deri dje, sot duken si vija të vogla që mund t'i kalosh me një hap, mendo ndryshe, mos u kornizo të mënyra e vjetër e të menduarit. Guxo të ëndërrosh gjëra që më parë të dukeshin të pamundura, ndjesit janë busull, edhe pse je shenjë zjarri, këtë javë emocionet po të tregojnë ku është siguria. Dëgjo trupin tënd, merr timonin, jeti ai që vendos se si do të vazhdoj kapitulli i radhës. Mos ua lër fatin në dorë të tjerëve, mesazhi, e ardhmja jote është një libër i bardhë. Merre penën dhe shkruaj versionin tënd më të guximshëm. Britsjapi, trupi po të thotë mjaft, ti je mësuar me punë e disiplinë, por këtë javë suksesi nuk matet me sa punë bëre, por me sa mirë ndihesh, nuk është dobësi të pushtosh. Nëse trupi të kërkon gjumë ose pushim, dëgjoje. Vendos kufi dhe mos lejo askënd të të rëndoj me pritshmëritë e veta, intuita mbi logjikën. Për herë të parë, planet e tua nuk do t'i bësh me tabele Exceli, por me ndjesi. Nëse diçka nuk të ngjit, mos e bëj, qetësia është fuqi. Do kuptosh që njerëzit të respektojnë më shumë kur je i qetë dhe i sigurt në vete, sesa kur je i stresuar pas arritjeve, mesazhi, hiqe presionin nga vetja. Kur je mirë me shëndetin dhe shpirtin, suksesi vjen vetë. Ujori, koha për rilindjen, me eklipsin në shenjën tënde, ti je krye personazhi. Është koha të grisësh skenarin e vjetër dhe të shkruash një të ri, kush je ti vërtet, haro se kush të kanë thënë të tjerët që duhet të jesh. Këtë javë po lind një version i ri i joti, më i vërtet dhe më i guximshëm, fillon nga e para. Nëse diçka po mbyllet, lëre të ikë.
Je duke mbjell fara për diçka që do të ndryshoj jetën në planin afatgjatë, liri totale, mos u frikso nga ndryshimi. Është momenti yt për të shkëputur nga çdo gjë që të mbante lidhur, mesazhi, lëre të vjetrën të bëhet hi. Nga ajo hapësirë po lind versioni yt më i fuqishëm. Peshqit, shtëpia jote është brenda teje, ti po hyn në habitatin tënd. Kjo javë të kërkon të mos nxitosh, por të qëndrosh në heshtje dhe të dëgjosh përshpërimat e shpirtit, intuita në maksimum, mos kërko këshilla jashtë. Përgjigjet i ke brenda teje. Nëse diçka të duket magjike ose frymëzuese, ndiqe, kreativitet pa mundim, idetë do të vinë si me magji. Është koha ideale për art, muzikë ose thjesht për të ëndërruar me sy hapur, besimit të jeta, do kuptosh që nuk ke nevojë të kontrollosh asgjë. Kur beson te vetja, çdo gjë rregullohet sikur të ishte një dorë e padukshme që të drejton, mesazhi, besoj ndjesisë sate të parë. Ajo po të çon drejt vendit ku do të gjesh paqen dhe sigurinë e vërtetë.